Rritja së çmimit nuk I ka shpëtuar as mishi. Qytetarët thonë se rritja është e padrejtë dhe pa përballueshme. Sipas tyre, ky shtrejtim po ndikon drejt për drejt në buxhetin e familjeve, duke bërë më të vështirë për ta që të sigurojnë produktet bazë ushqimore. Vëllai, për këtë popull borfun e pa punë, e me pensione tulta, e me tëna tulta, e me ble shtrenjt, e me marrë pak, e zoti po më ma vështirë s'ka që përkonë. Ka njëri që ka 100 euro në muj, 120, edhe 2-3 vetë banishta si dalin. Mendimin e kemi se kush ka interesohet për popull nuk është. Prej lufte e mas. Kjo kry lufte, e mbrapa nuk në ka qyrin, kur asnjë parti, asnjë udhëhesimal I joni, e mjerët na jemi. Tregtarët thonë se aktualisht mishi ka pësuar rritje 1 euro më shumë për kilogram, por ka gjasta që pas festës së Bajramit 1 kilogram mish të shkojë deri në 13 euro, ndërkohë pos mishit rritja mund të kenë edhe produktet e miellit që ekspozohen në furra. Bukpjeksi Flamur Fetahu thotë se çmimi I bukës mund të bëhet 80 cent. Po, mundet me pas rritje çmimit produktet bukës të gjitha, arsyeja është në një rryma është që ka shtetu shumë, po të gjitha produktet që na vinë neve që furnizohen me sende margarinë, vishnje, mullar, krema, të gjitha janë rrit, mundet me pas shtetime, saktësisht s'mundet me ditë sa është, po të pa të ba, nuk dihet asgjë gjë, po mundet me shku 70 cent buka 80. Mbetet për tu parë në vijim se si do të reflektohet kjo situatë.